Kryediplomatja Spiropali ka deklaruar se ftesa që ka marrë Shqipëria nga presidenti Donald Trump për të qenë pjesë e bordit të paqes për Gazën përbën një vlerësim të drejtë për drejtë për rolin e vendit tonë në arenën ndërkombëtare dhe për kryeministri Rama, i cili është ftuar personalisht si antar i këtij bordi. Nuk ka dyshim se ftesa e presidentit Amerikës është edhe një vlerësim i drejt për leadershipin e kryeministrit Rama, i cili është ftuar personalisht si antar i bordit paqes. Spiropali theksoi se pavarësisht peshës së madhe të këtij zhvillimi, lajmi është shoqëruar me reagime dhe interpretime të gabuara nga kundërshtarët politik. Besoj se kjo ftesë është e mjaftueshme për të zhbërë të gjitha fabrikimet që kanë qarkulluar kohët e fundit lidhur me qasjen e administratës së presidentit Trump ndaj qeverisë tonë apo vetë kryeministrit, cilat kulmuan me agresionin dezinformues ndaj vendimit të brendshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rishikuar politikën e vizave të qëndrimit e lejeve të punës në Amerikë për gati gjysmën e vendeve me të cilat SBA-t kanë marrëdhënie diplomatike. Të gjithë ata që pas një përgjegjësish publike u turën ta helmojnë publikun me parullën Shtetet e Bashkuara vendosën Shqipërinë në listën e zezë, duke komentuar me ngazëllim gënjeshtrën se vendimi në fjalë na lidhej me ndëshkimin e narkoshtetit të tyre imagjinar, e kanë marrë përgjigjen as më shumë dhe as më pak, po direkt nga presidenti Trump, i cili ka nënshkruar në letrën e tij se Shqipëria është një partner i mrekullueshëm dhe Edi Rama është një udhëheqës i respektuar botërisht. Spiropali hodhi poshtë akuzat se do të paguhen miliarda dollar për antarësimin në këtë bord të paqes. Tesa ky zhvillim dërgon gjithashtu mesazhin e Amerikës së Re se në politikën ndërkombëtare të sotme madhësia gjeografike apo demografia e një vendi nuk është faktor përcaktues, po vlen mbi të gjitha autenticiteti, koherenca dhe aftësia për të kontribuar paqes, stabilitetit dhe sigurisë, çka Shqipërisë ja njohin e çmojnë të gjithë prej vite tani më. Në Tiranë Plas Marazi e marrin dhën lloj-lloj tregimesh me miliarda dollar që do paguhemi për bordin, me palestinezë që do i sill kemi në Shqipëri në këmbim të prezencës son në bord. Spiropali deklaroi se ligji i ri për shërbimin e jashtëm do të kalojë në parlament më datë 28 janar. Premtoi një mësymje diplomatike gjatë vitit 2026 për të arritur objektivin e mbylljes së negociatave në vitin 2027 dhe antarësimin e plotë të vendit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030.